Armando Broja u përball me kritika në Angli pas ndeshjes ndaj Cardiffit, ku skuadra e tij Burnley u mposhtë dhe u eliminua nga kupa. Megjithatë, në mbështetje të sulmuesit ka dalë trajneri i Burnley, Scott Parker. Ky i fundit theksoi se Brojës i duhet pak më shumë punë në këtë moment. Sipas tij, lojtari tregoi një version të mirë, por ka nevojë për minuta. Shiko, mendoj se Armando thjesht ka nevojë për pak punë në këtë moment. Në të vërtetë, ai nuk ka luajtur shumë futboll gjatë 2 viteve të fundit. Mendoj se të gjithë duhet të jemi shumë të qetë për atë se ku ndodhet Armando në këtë moment. Ka nevojë për punë, jam dakord. Mendoj se patjetër pam një version më të mirë të tij. Por gjithashtu mund të shihet që ai ndoshta thjesht ka nevojë për minuta në këmbët e tij. Ka nevojë për më shumë stërvitje. Duhet të vazhdoj të punoj. Ai do të jetë shumë i rëndësishëm për ne këtë vit, padyshim. Thjesht duhet të kujdesemi për të dhe duhet t'i japim punë serioze gjithashtu, u shpreh trajneri i Burnley.